pandemit kanë pasur të vendosura maska në fytyrë. Pa fajshë. Nuk e pranë krahasim për gravitin e armatosur? Jo, nuk e pranë krahasim. Jemi vetëm pa fajshë. Kanë dalë para trupit gjykues Bujar Basha, Leotrem Cakolli, Trim Baraku, Besarti Strefi dhe Korab Gashi, në lidhje me grabitjen e argjentarisë me 22 nëntor të vitit 2023 në Suharik. Në seancën fillestare, fillimisht u lexua akt akuza nga prokurori i prokurisë themelore në Prizren, Gens Nigja, i cili tha se të pandehurit kishin mbajtur maskë gjatë grabitjes, dhe sipas tij vlera e dëmit të shkaktuar është 133.000 euro. Të akuzuarit Korab Gashi, Bujar Basha dhe Besarti Strefi, me datë 22/11/2023, rreth orës 5:45 minuta, në shtetin e Suarikës, në rrugën Brigadën 23, saktësisht në lokalin Argjentaria Diakos 2, me përdorimin e forcës dhe kanose serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, duke vepruar si antar të grupit të armatosur, përvetësojnë pasurinë e lujshme të personat të tjerë. Kështu që një natë përpara mbritën në shtëpinë e Bujar Bashës, në fshatin Caraljev, komuna Shtimes, dhe nga aty në autometin Sherwood Cruz, në gjyrkiri me targa 0185 NN, nisën në drejtim të Suarikës, ku me veti kishin armë dhe me të arritën në afërsitë të argjentarisë Diakos 2, pikërisht në rrugën ku gjendet kjo argjentari, ndarën autometin dhe nga autometi dalin të pandehurit të shoqëruar me të ndjerin Dugaxhin Gashi. Të gjithë të pandehurit kanë pasur të vendosura maska në fytyrë dhe kanë qenë të armatosur, i pandehuri Besarti Strefi me një pistolet shubllus në njërën dorë dhe sëpatën në dorën tjetër, i pandehuri Korab Gashi me një pistolet në dorë dhe Dugaxhin Gashi me një pistolet në dorë, dhe hynë që të gjithë në vendit të lokalit Diakos, derisa i pandehuri Bujar Basha i armatosur me një armë AK-47, pret jashtë objektit në rrugë, kështu i pandehuri Besarti Strefi e ka përcen banakun e argjentarisë, duke drejtuar armën të dëmtuarit Arbër Tyqi, dhe të njëjtin në dhomën e pasme të argjentarisë e neutralizon duke lidhur duart e duke mbajtur gjithmonë nën kërcënim të armës. Pastaj Korab Gashi së bashku me Dugaxhin Gashin fillojnë të thyen vitrinat, ku kanë qenë të vendosura storitë e avit, me shpejtësi të madhe i mbushin një thes të bardhë, e gjatë thyrjes së vitrinave i pandehuri Korab Gashi e lëndon edhe dorën, dhe ashtu të maskuar dhe me armë në duart dalin nga lokali. Me një shpejtësi nisën në drejtim të veturës, ku ishte duke i pritur i pandehuri Bujar Basha, duke i shkaktuar dëm të dëmtuar Tahir Bytyshi në vlerë prej 133.701.34. Pas leximit të akt akuzës, të pandehurit nuk e pranuan fajsin për grabitje, ndërsa Besarti Strefi dhe Trim Baraku e pranuan fajin për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Korab, ju akuzoni se keni kryer veprën penale grabitje, a e pranoni fajsin për këtë veprë penale? Jo. I pandehuri Bujar Basha, ju akuzoheni për veprën penale të grabitjes, ashtu siç ja u lexoi prokurori i shtetit, dhe për veprën penale të armbajtjes. A e pranoni fajsin për këto vepra penale? Pa fajshë. I pandehuri Besarti Strefi, ju akuzoheni se keni kryer veprën penale grabitje dhe veprën penale të mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të autorizuar të armëve. A e pranoni fajsin për këto vepra penale? Nuk e pranë krahasim për gravitin e armatosur, se për ambaqja dhe paleja ato e pranë krahasim, se pasur ftyrë të mira, prokurori i shtetit do të them se ku pasur. Mirë, në rregull. Leotrem Cakolli, ju akuzoheni se keni kryer veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të grabitjes, a e pranoni fajsin për këtë vepër penale? Jo, nuk e pranë krahasim. Jemi vetëm pa fajshë. Trim Baraku, ju akuzoni për 2 vepra penale dhe atë dhënia e ndihmës në kryerjen e veprës penale të grabitjes dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të autorizuar të armëve, ashtu siç ja u lexoi prokurori në akt akuzë. A e pranoni fajsin për këto vepra penale? Ato betrat janë to 2023, një kin dapumit të zgjuarës edhe deri sot kur fare arsye s'ka besh, pra po të pale e pranoj ato po, e di. Ato e kumbo për ndihmë, s'ka shumë, ose më kam shënë me biznes me keqe. Mirë. Në më kam shënë biznes. Mirë.